Unë jam shumë i knaqur që të takoj. Ai mirë. Mirë gjithëve, përshëndetje gjithëve. Edhe unë ju përshëndes shumë përzemërsisht. Kojem kamerën. Ju falenderojmë gjithëve. Mirë se erdhe doktor. Na nderon profesor doktor Celebrisha, kryetari i PD-s, Ed Paloka, drejtuesi politik, dy kandidatët zonja Tabaku dhe zoti Aga, Gjok Vuksani, Elmi Elmuqa i zoti shtëpisë. Ju falenderojmë dhe herë. Të gjithë bashkë duhet t'i japim drejtim për 11 maj. Ta rezojmë se nuk shkon më. Ju falenderoj gjithëve, fjalën ja jap drejtuesit politik Ed Palok. Faleminderit Festi. Ju përshëndes gjithë dhe ju falenderoj jo vetëm për praninë e sot me këtu, por dhe për gjithë angazhimin tuaj gjatë këtyre ditëve. I keni dhënë rëndësinë e duhur, një çështje që mbase mund duket ekstreme, po të them, por për ne, për shqiptarët, është një çështje jeta vdekje. Pse e them këtë? 12 vite më mirë se ju, askush tjetër nuk e ka provuar çdo të thot kjo diktatura e re që po provojmë. Tashi që po vija në këtë rrugë, se në fakt në Baldush nuk kam qenë këto ditë, pyeta dhe Elin, rruga që bëm është rruga që është ndërtuar që në 2009, mos gaboj, nga Partia Demokratike. Asgjë investim tjetër, asgjë tjetër nuk është bërë në këtë zonë me ardhin e rilindjes në pushtet, asnjë investim në infrastrukturë, asnjë investim për fermerët, asgjë. Përkundrazi, vetëm persekutim, dhunë, korrupsion, e njihni ju më mirë se kushdo çfarë ka ndodhur këtu, qoftë me financimet që duhet t'jepeshin për bujqësinë, qoftë me parat me cilat është abuzuar më shumë se me këto parat e tërmetit, me gjithçka tjetër. Në vend që t'i jepej financim fermerit, ndihmoheshit ju, këtu kanë ndarë parat me njëri tjetrin, një tuf banditësh, hajdutësh, që sot për fat keq administrojnë këtë zonë. Prandaj, thash, për gjithë ne, betejë e 11 majit është një betejë për jetë a vdekje. Ne nuk mund të lejojmë më që të vazhdoj kjo gjendje. Ne nuk mund të lejojmë më që fëmijët tanë, të rinjt dhe të gjithë
një pjesë e intelektualëve shqiptar të largohen nga Shqipëria, sepse nuk e gjejnë veten këtu. Nuk mund të lejojnë që të braktiset vendi, sepse disa kokra, si ai që kemi në krye të qeverisë, bashkë me i tuf tjetër ai dutësh, duan të jetojnë në luks, ndërkohë që shqiptarët sot, edhe sipas shifrave të institucioneve ndërkombëtare, 48% e shqiptarëve jetojnë në varfëri. Kurse Rama ndërton parqe, i të quan dhe parku i Edenit e quan, në kryeministri për vete 5 milion euro, merë charterin dhe shëtit në përbot, a thua se është në i sheik dhe jo kryeministri i vendit më të varfër në botë. Ullet e pi vera nga 35.000 e 36.000 euro. Shkon me madam në ti në për pika turistike, për masazhe dhe për relax, ku paguan nga 10.000 euro. Gjitha këto janë fakte që janë bërë publike dhe ju i dini shumë mirë. Po nuk janë vetëm këto. Me të gjitha këto janë para që ju vjedhen shqiptarve. Çdo ditë, edhe në këtë moment që ne jemi këtu, ne po na vjedhin. Kjo qeveri po na vjedh. Prandaj e vlerësoj shumë dhe një herë që jemi këtu të gjithë bashkë, që jemi betuar se këtë betejë do ta çojmë deri në fund dhe do ta fitojmë detyrimisht. Të gjithë bashkë për vete dhe për shqiptarët. Unë nuk po e zgjas më shumë, sepse faleminderit, sot kemi mes nesh doktorin, i cili përveç se do t'ju përshëndes, do të paraqes dhe një pjesë të programit për bujqësinë, një çështje që juve ju prek direkt dhe ju intereson gjithëve. Faleminderit dhe një herë dhe fjala për doktor Berishën. Së pari, ju përshtes shumë përzemërsisht dhe shpreh nderimin tim më të madh për secilin për jush, për fermerë shqiptar kudo që janë, burra, gra, të ri, që me djersën e tyre, mundin e tyre në kushte të vështira, përballojnë jetesën e tyre. Dhe jo vetëm përballojnë jetesën e tyre, por japin një ndihmës shumë të çmuar në jetesën në tërësi të vendit, punsojnë në zonën rurale, punsohen rreth 500.000 shqiptar dhe kjo zonë i jep rreth 19% të prodhimit përgjithshëm të vendit. Në këtë aspekt, asnjë sektor nuk është më i rëndësishëm se sa sektori bujqësisë në Shqipëri. Përveç kësaj, Shqipëria është e vërtet që ka tokë pak, kjo është e njohur, por Shqipëria ka tokë pak në rast se marrim parasysh fushën, ulësirën bregdetare dhe fushën, por nëse kemi parasysh që toka e Shqipërisë në të gjithë territorin e saj është një tokë shumë pjellore, është një tokë në tërësi plot ujë, është një tokë që prodhon dhe vetëm injorimi i saj ka bërë që të dalin sipërfaqe tokë pa frut. Nuk ka tokë më pjellore se tokën e këtij vendi. Ndaj dhe për ne sektori i bujqësisë dhe bujqësia, që ju e shifni që kjo qeveria ka harruar fjalën bujqësi fare, se kjo nuk i përmend fare, është një përparësi shumë e madhe. Bujqësia gjatë këtyre viteve
pësoj një rrokullisje të vërtet. Rrokullisja e saj erdhi sepse qeveria, në vend se të shtonte nga vitin vit subvencionet për fermerët, çdo vend që mendon dhe dëshon të zhvillojë bujqësinë, pa përjashtim çdo vend subvencionon fermerin. Subvencionon fermerin, mbron fermerin, i jep atij mundësi të ketë sukses në punën e tij. Por kjo nuk ndodhi. Në rast se ju merrni këto 12 vite, numri i baktive ka hapësuar rënjen më të madhe ndonjëherë në histori. Prodhimi bujqësor këtë vit ka rënje të qartë, por prej 4-5 vitesh në tregjet tona 80% të zarzavateve, frutave, prodhimeve tjera vinë nga jashtë dhe nuk janë shqiptare ma. Me qindra dhe mijëra ferma kanë falimentuar për shkak të Ballkanit hapur, që hap doganat për Serbinë, kryesisht për Serbinë, se tjerat nuk po. Por Serbia ka peshë, se Serbia është një vend me sipërfaqe, është një vend me bujqësi fare të zhvilluar, me një bujqësi në të cilën janë investuar edhe gjatë diktaturës komuniste miliarda euro. Imagjinoni ju, Kosova ka sistem vaditje të njëjtin sistem që ka Franca, pra një nga më të avancuarit, e instaluar ajo gjatë Jugosllavisë Titos. Kurse këtu sistemi vaditjes e dini vetë si është. E thash këte se fermerin shqiptar me ndihmën e pakt minimale që ka patur nuk mundet të konkuroj në mënyrë, dhe është konkurrencë shumë e pandershme, të konkuroj me fermerin që subvencionohet $5, 5 euro, krahasuar me shqiptarin që subvencionohet €1 nga kjo qeveri. Ballkani hapur bëri që me qindra ferma, mijëra ferma të mbyllen, të falimentojnë. Djemt, vajzat që punonin të ikin. Pra është krijuar një situatë shumë e vështirë. Në qoftë se merrni ju përmend rrugën, po unë e kam ndjekur dhe e ndjek vazhdimisht. Investimet në Shqipërinë rurale, pra në Shqipërinë e fshatrave, gjatë këtyre 12 vjetëve kanë qenë absolutisht pothuaj inekzistente. Inekzistente. Ja u them këtu, jo për ndonjë gjë, por kemi investuar në Shqipërinë rurale në vitin 2005-2013, është investuar të paktën 50% më shumë se në të gjitha rrugët e Shqipërisë. Por rrugët e fshatit nuk dukeshin. Rrugët do të thënë nuk kanë atë pamjen, vizibilitetin e rrugëve kombëtare. Në ujësielsa dhe kanalizime, ne kemi patur dhe kemi një parim të krijojmë infrastrukturën në zonat rurale një lloj si në lagjet e qyteteve. Atëherë kam thënë shumë herë këtë dhe sot e përsëris me bindjen më të thellë. Ne i detyrohemi fermerëve, përveç mbështetjes së prodhimit tyre, ne detyrohemi të krijojmë atyre infrastrukturën e njëjtë, rrugët, ujësielsin, elektricitetin, shërbimet të një lagje të qytetit. Tokën e punojnë ata vetë, ne ndihmojmë me mjete, por pastaj çështjet tjera i zgjidhin. Pra ne angazhohemi për një transformim të infrastrukturës të Shqipërisë rurale dhe të fshatrave. Angazhohemi
për të subvencionuar çdo njësi prodhimi, çdo fidan që mbillni dhe çdo kokë bakti që mbani. Vendosja e subvencioneve direkte do t'jetë absolutisht emergjencë dhe këtë skem do e praktikojmë me njëherë. Cila do t'jetë masa e subvencionit? Masa e subvencionit nuk do jetë sa Franca dhe Gjermania, por do jetë sa Kosova dhe Macedonia, e cila sot është 5 herë më e madhe se sa në Shqipëri. 5 herë më e madhe se sa në Shqipëri. Po ta marrësh mirë hol, është dhe më e madhe. Pse? Sepse këta për shembull kanë lanë vitin buxhetor, këtë vit buxhetor, 56 milion euro. Por problemi i tyre është se shumicën i shtrojnë në rroga dhe shpenzime për administratën dhe nuk ja u japin financim fermerëve për prodhimin, për fidanet dhe për bagtit. Ne do ta pesfishojmë këtë fond. Ne do ta arrijmë në nivelin që e ka Maqedonia, nivelin që e ka Kosova, që e kanë vendet përreth. Së dyti, e tërë bujësia shqiptare që kontribon me 19% të prodhimit të brendshëm të vendit, merr vetëm 1% të kreditit bankar. Dhe kjo është ndëshkuese për bujqësinë. Ne çfarë do bëjmë? Ne do marrim përsipër zbutjen maksimale të interesave. Shteti do përballojë 80% të interesit të kredive që do marrin fermerët për fermat e tyre. Dhe kjo e gjykojmë të domosdoshme, do t'jetë kjo nga Banka e Zhvillimit që do krijojmë më shumti, kjo do jetë nga Banka e Zhvillimit që krijojmë. Por ju garantoj që ne do të mbulojmë 80% të interesave të kredive që ju do mirni për serat, për fermat, për fidanishtet, për baçet dhe për të gjitha, për bagtit. Ne do krijojmë një fond që tu mbroj ju nga fatkeqësitë natyrore, tu mbroj ju nga mbiprodhimi, stoku i prodhimit për shkaqe të ndryshme që krijohet. Dhe ky fond do të ketë për bazë çmimin bazë, me të cilin ne do u përgjigjemi fermerëve që ata të mos dalin, pavarësisht se si erdhi viti dhe si erdhi moti, të dalin të falimentuar për shkaqe jo të tyre, por për shkaqe natyrore, për shkaqe më të mëdha. Bujqësia nuk ka një shërbim ekstensioni. Nuk ka. E i domosdoshëm. Nëpërmjet shkollimit dhe punësimit të specialistëve, ne do i ofrojmë në mbar vendin shërbimin falas fermerëve me këshillat dhe udhëzimet që duhen. Për ata që përpunojnë prodhimet bujqësore, aty ka një akt të papërgjegjshëm nga kjo qeveri. Taksa TVSH-ja e njëanshme. Dhe me këtë TVSH të njëanshme, prodhuesit i levërdis më mirë të blej mallat e importuara se sa prodhimet tuaja. Jo, ne do vëmë TVSH-ja, askush në botë përveç këtyre, si e kanë gjetë këta nuk e shpjegojnë ndonjëherë. Por TVSH-ja do vendoset si në blerje, ashtu dhe në shitje. Në këtë mënyrë, grumulluesi, përpunuesi, detyrohet t'i kthej fermerit TVSH-n.
dhe nuk ka asnjë arsye që tërën të blej mallin e importit para mallit të fermerit. Këtu është një padrejësi, e kam theksuar shumë herë dhe e theksoj prapë. Është taks absolutisht armiqësore ndaj fermerit. Në kundërshtim me ligjin dhe me çdo parim. Nuk mund të jetë vetë i njëanshëm. Ajo është simetrike dhe do vendoset si në shitje ashtu dhe në blerje. Ju jeni dishmitar se investimet në infrastrukturën bujqësore pothuajse kanë ndaluar. Ne jemi vend me potencial të madh vaditës. E theksoj këtu. Vetëm hidrocentrali i Banjës, i cili nuk është një vepër kryesisht energjetike, jo, është kryesisht hidroenergjetike. Domethënë, është vepër e cila është ndërtuar së pari për vaditje dhe pastaj prodhim energjie. Çdo thot kjo. Nga banja mund të vaditet e tërë Myzeqeja. Asnjë qindark nuk është investuar në veprën hidrike për vaditjen e zonave. Në tërësi as kërkum. Japin shifra falso, kemi investuar, kemi dyfishuar sipërfaqen e vaditur, por tregojnë në televizor kanalet e hapura gjatë periudhës 2005-2013 në Myzeqe dhe në zonat të tjera. Pra, ne do t'i përkushtohemi vaditjes dhe po kaq kullimit. Kullimi është, ju e dini vetë, është një proces shumë i rëndësishëm e i domosdoshëm, si dhe mbrojtjes së tokës. Toka tek ne, përveç terren, për shkak të terrenit që ka, është shumë e prekur nga erozioni. Dhe ne pothuajse nuk shpenzojmë fare për mbrojtjen e tokës, në një kohë kur erozioni në Shqipëri është 12 herë më i madh se në vendet tjera të Bashkimit Evropian, sepse e mbrojnë tokën. Ne do ta mbrojmë tokën. Ne do të zbatojmë një politikë, një investime, do bëjmë investime që të mbrojmë tokën dhe përveç kësaj digitalizimi është i domosdoshëm për proceset bujqësore dhe në tërësi. Teknikat digitale do i zbatojmë në mbar vendin. Investime shumë serioze do bëhen në teknologji, do bëhen në mekanikën e shërbimeve bujqësore, të therë në shpirt kur shef tjetrin me parmend. Parmenda ka 5.000 vjetë, që kur njeriu ka shkri hekurin. Dhe ajo tani punon dhe nuk është kaq e rrallë, të themi, jam thonë. Për arsye se shteti nuk bëri përveç se një përpjekje të dikurshme, asnjë përpjekje tjetër për të lehtësuar blerjen e mjeteve të mekanikës bujqësore aq të domosdoshme për fermerët. Po kështu, investimet në industrinë përpunuese do t'jenë mbështetjet mëdha me kredit buta. Synimi ynë është të dyfishojmë ose të rrisim prodhimet sipas sektorëve nga 50 deri në 100% brenda një mandati. Ne përsëri i qëndrojmë profilit të frutikulturës që ndoqem në vitet 2005-2013, do më thanë ullirit. Ne kishim në vitin 2005 4.200.000 rënj ulli. Sot janë mbi 12 milion. Në vitin 2013 ne arritëm në 11.200.000 rënj ulli. Ne do shkojmë në 20 milion dhe pastaj mund shkojmë dhe më tutje.
Ulliri në çdo aspekt, për shkak të jetëgjatësisë që ka, është investimi që u kalon brezave, jo një, po disa brezave, investimi qëndrueshëm. Përveç kësaj, ne i përmbajmë stimulimi tjetër të shegëve, arrorëve. Ne do bëjmë gjithçka të trefishojmë numrin, sipërfaqen e mbjell me arror dhe sheg. Do bëjmë çdo gjë. Për bimët aromatike, janë një pasuri shumë e madhe. Shumë e madhe e jona. E injoruar, por ne filluam ta nxisim atë. Mirë po, të gjitha eksporti, të gjitha janë madha eksporti, por rënja e euros bëri që një shumicë e këtyre sipërmarrjeve në të cilat punësohen me mira e mira vetë nga veriu gjerë në jug, Shqipëria është e tëra, e mbushur me bim eterovajore, me bim medicinale. Edhe ky është një drejtim i tretë i rëndësishëm që ne do ta stimulojmë të gjitha këto për zonat kodrinore, malore. Ullishtet kanë brezin e tyre ullit, por mirë do të bënim që kodrat nga Hani i Hotit, gjerë në Mallakastër e Gjirokastër, kudo që janë, ti mbillin me ulli. Zonat tjera mbillen me lajthi, me ara, me lajthi, ara, gështenja. Kështu që ne besojmë se në një afat kohor 4 vjeçar transformojmë bujqësinë. Së fundi, unë e di se këtu ka plot burra dhe gratë moshur që kanë shkrirë jetën kooperativë bujqësore dhe marrin një pension të papërfillshëm. Marrin një pension 120 euro, 130 euro apo 150. I garantoj se secili prej tyre pas 3 muaj të ardhjes në pushtet të Partisë Demokratike do ketë një pension 200 euro. Dhe në Shqipëri nuk do ketë asnjë pension në qytet, as në fshat dhe as gjëkundi, ndën 200 euro. Rrogat, unë kam folë, rrogat minimale do jenë 500 euro, por në radhë parë vendosja e pensionit 200 euro, vendosja e minimumit jetik 200 euro, si në fshat, ashtu dhe në qytet, do jetë një nga hapat tonë më të para. Unë këto kisha në vijat përgjithshme për programin, ndaj dhe ju ftoj të jepni mendime, të sugjerime, sepse ne jemi të hapur dhe duhem që ky program të jetë i pranuar nga ju, të jetë një program që ju i besoni dhe që e konsideroni me të vërtet një program në shërbim të suksesit tuaj, në shërbim të begatimit tuaj me mundi dhe djersën tuaj. Me datën 11 maj pra, janë 2 alternativa. Njëra është kjo që unë paraqita, por kjo ka një trashëgimi. Ne në periudhën që ishim pushtet ne investuam, u përpoqem të investojmë sa më shumë, nuk e injoruam fshatin. Pat një rritje absolute, u bëm eksportues qumshti, pat një rritje të lopëve të racë, pat një rritje të madhe të blegtorisë, pat një rritje të sipërfaqeve të punueshme. Këto bën një zmbrapsje të madhe, ndaj dhe me 11 maj ne kemi mundësi dhe njëherë të japim një kthes të vërtet këtij sektori, një mbështetje të madhe të gjithëve ju, dhe ta lam atë tjetrin,
ta lam të merret me bërtkoca, me zhaba, me hardhuc, se ai mendon se kështu, se ai mendon se kështu bëhet interesant edhe i bën njerëzit të harrojnë se çfarë detyrimesh ka qeveria ndaj tyre. I bën njerëzit mendon se kështu i detyron, i bën njerëzit të harrojnë se çfarë vjedhjesh të rënda kanë bërë ndaj shqiptarëve, çfarë injorimi u kanë bërë qytetarëve shqiptar. Janë të gjitha këto, ajo ka qëllim këte. Ngrihet në mëngjes, nuk takon me asnjë gazetar, nuk pranon, i shpik ata që thot quhet kështu, quhet ashtu, shumica i nxjerr nga koka e tij dhe u përgjigjet si të largoj interesin tuaj për programet, çfarë do bëj qeveria e ardhshme për ju, për fshatin, për Shqipërinë. Unë kam besim tek ju se 11 maj do të votoni njëshin. Njëshi është numri i diellit, është numri i fillimit, është pothuajse hyjnor. Kështu që duke votuar njëshin, ju votoni ndryshimin e madh dhe votoni për veten tuaj Partinë Demokratike. Ju garantoj se këta deputet që janë këtu, përfaqësues të shkëlqyer, do jenë përfaqësues të shkëlqyer të interesave tuaja. Dhe këto do jenë garant së bashku me zotërit që kanë hartuar programin e Partisë Demokratike, do jenë garant të plot të mbajtjes së këtyre premtimeve dhe të zbatimit të këtij programi. Faleminderit. Pyetje, çfarë të duhet, si të duhet? Çdo problem. Nëse keni pyetje, sugjerime, çdo gjë tjetër, doktori është këtu për t'ju përgjigjur. Edhe për çështje që nuk u prekën nga doktori që ju i keni këtu në fakt, si që është reforma territoriale, apo për çdo problem që keni mund të pyesni dhe të bisedoni. Kushe... mirë, okay. Banus i këtij veni, i masakru politik, jo i persekutu, për i masakru fare. Edhe përsa i përket hallëve tona, gjatë qeverisë së rilindjes, jenë bo kavalet. Mo mirë se që di zotria, sa është robi jonë në ty, nuk i djeri tjetër. Nuk do fol fare për atë. Po vetëm për çështjen e përmjekëve politik, duket se nuk është prek. Po 30 vjet halas kemi marrë dorë shpërblim. Ora kërkesat do të bëjmë kur çlirohet Shqipënia, po prek e kështu. Kaj. Po. E shtron shumë drejt. E shtron shumë drejt. Unë bashkë me të përndjekujt politik, 3 javë më parë, ne kemi bërë projektin, programin e kompensimit dhe dëm shpërblimit të plot të përndjekujve politik brenda 4 viteve që vinë. Duke dëm shpërblyer për të gjitha detyrimet që ka shteti ndaj tyre. Duke aktivizuar dhe njerë të gjithë lekët e privatizimit që ata kanë marrë dhe u kanë ngel në xhep. Duke vendosur pensione preferenciale të veçanta për secilin prej tyre. Duke vazhduar përsëri atë që i quhet diskriminim, mbështetje është, diskriminim pozitiv në mënyrë që të arrihet, të barazohet niveli i jetës tyre me të tjerëve. Do vazhdohet pra ato detyrime që kanë mbetur
dhe që nuk janë pak, sepse këta e pothuajse, nuk them se stopuan, e ndaluan fare, por e zvogluan shumë procesin e dëmshpërblimit për mjekurve, ne zotohemi të japim përgjigje të plot brenda 4 viteve që vinë. Dhe ai proces do mbyllet brenda 4 viteve që vinë. Këtu, me të drejtë më shtruan problemin e reformës territoriale. Edhe ajo ishte një akt shumë i papërgjegjshëm. Çfarë bën nda jush? Ja u hoqen komunat, ja u hoqen shërbimet, ja u hoqen qeverisjen vendore dhe e vun e përqendruan në bashkit, në qendrat e qyteteve. Pse e bën këtë? E bën këtë në pretekstin se tani do paguajmë më pak rroga. E vërteta është që sot paguajnë 2 fishin e punojësve që paguheshin në këtë komunë kur ka qenë Elmiu, 2 herë më shumë, militantë dhe patronazhistë që s'bëjnë asgjë dhe që ju nuk u kryen pothuajse asnjë punë. Ne do bëjmë gjithçka për reformën territoriale, rishqyrtimin e saj, sepse prania e komunave të zgjedhura nga ju i bën ata përgjegjëse para jush dhe ju kryen një sëri shërbimesh. Sot kanë hequr mira punojës të cilët kanë qenë në zyra për të informuar, për të sqaruar, për të orientuar qytetarët, me qindra, më falni. Gjoja me i-Albania. I-Albania është bërë telefoni më i prishur. Një telefon që nuk bie kur, bjeri ti sa të dush, kliko aty, ajo të plas shpirtin dhe nuk të jep shërbimin. Ne do të rikthejmë zyrat e informacionit, zyrat e takimit me punojës, me qytetarët, zyrat e shërbime publike, pra e informacionit dhe të takimeve në mënyrë që qytetarët të mund të marrin shërbimet dhe të marrin informacionet që ju duhen sa më shpejt. Ato i zhduku ky dhe faktikisht preu çdo lidhje me qytetarin, klikoni thot në i-Albania, klikimi në i-Albania është një klikim që të donë shumë kohë për të përgjigjur ose s'përgjigjet fare, që të nuk t'jep informacionin e duhur. Natyrisht i-Albania do të modernizohet, por pavarësisht nga modernizimi i saj, ne do të rihapim zyrat e pritjes për qytetarët. Doktor Berisha, populli Baldushkut ka shumë detyrim ndaj jush. Pse? Në këtë rrugë këtu nuk kalon të traktore me zinxhir myten balt. Ndërse u po të mundur kjo që të na sillni asfaltin. Veç kësaj, në kohën tuaj hante daci petlla. Ndërsa sot sa mas ne. Nuk më le pa përmendur punën tuaj, po edhe ish kryetari Elmel Muça. Ka qenë djalë me guxim dhe me vizion. Sa qej për 8 vjet e boni Baldushkun s'ka më mirë sa nuk është bërë që në 92-shin. Ai është edhe iniciatori që në boni rrugën neve. Se këtu nuk ishte për të bërë njëri rrugë as 300 vjet, as për nipat e stërnipat tonë. Prandaj ai ka merita shumë. Ai ishte njëri me vizion, edhe në kohën e tij nuk ka rëndësi se është ballist, socialist, zogist, demokrat, teknokrat. Ai është njëri shumë punëtor. Ai po të kandidoj,
ai prap fito. Se pra të kënë votu edhe socialistët, edhe ato ekstremistët e majtë, sepse jo ka që asfalti ke dhere shpis. Është gjë shumë pozitive kjo. Po, ne tani që kemi shumë të nevojshme, kemi liqeni këtu, rezervuarin të mrapa. Kemi 5-6 vjetë, thame si në Sahara, për 5 pare spec. Ato thonë që duhet tendera 500 milionsh. Po ma thot menja që me tender 500 milionsh, atë e bon nga themeli. Po është neglijenca, është mos interesimi. Absolutisht. Në qofë se ju do të arrinit na regulonit, jemi 5 fshatra që vadisëm aty. Edhe thami për pikë në ujtë. Thami për pikë në ujtë. Këta ka mund, që na reguloni liqenin, edhe një tjetër që është, ma thot me një mu, mos e realizushme, të shkoj autobusit 3 në ditë, ke shpia friklamit lartë, ka kuj e dhe, ili. Dhe ke ura ka kuj s'ka pashku. E 2 kilometrat qëtë atë, njëri përim vogël me granil, sepse edhe ajo populat është shumë lartë dhe ka shumë nevoj për komunikacion. Edhe në anën tjetër këte nga shkoj dhe e ke shpia i qazim të belit. Po të realizoni këto 2 vepra ju, populli Baldushkut është pro dhe keni halal votat. Falenderit. Apo rrugën, doktor Berisa ka qenë ndjeni të ati projekti dhe e ka pas firmos në fondin shqiptar të zhvillimit, për rrugën doktor që pa të mbë projektin për të kalu në Pavlesh. Edhe ka qenë një premtimi doktorit dhe du ishe bë, po t'ishe për dojën për shtetë. Jo më shumë për 3 ditë, shkoja të se në Gjenefa. Kjo nuk quhet, kjo është shumë e thjeshtë. Kjo është e thjeshtë, është gjë pa... Ju garantoj se këto që shtruot, ne do t'i zgjidhim. Edhe rezervuarin, edhe rrugën, dhe rrugë të tjera, edhe njëherë. Parimi ynë është i palkundur. Ne zonën rurale do t'i japim infrastrukturën që kanë lagjet e qytetit. Dhe po punonim shumë në këtë drejtim. Ka komuna të tëra të cilat janë të asfaltuara krejtësisht, kam shkuar në Xhavzotaj. Dhe Agim Hoxha, kryetari komunës, Xhavzotaj mire kam po. Nuk më ka mbetur gjë pa asfaltuar, tha. Dhe ne e ndistim këte, ne do të estim. Kjo është e domosdoshme. Ky, në 2013, unë tha rrugë do t'i qoj të parcelat. Si janë rrugë këto, tha, rrugë që do bëj unë, tha, do ja u qoj të parcelat e prodhimit. Në absolute përveç zgjerimit rrugë Surelit, nuk ditë këtë dërtuat 2 kilometra rrugë në fshat ma. Po, atë më duket e ka zgjeru, atë të Surelit. Te zero, fshatë të tjera zero. Kudo zero, kudo, ta them u ty, kudo, vetëm janë prish, kudo, i ka injorim i plot. Xhavit Harizi, i martuar me 2 fëmijë, 4 herë gjysh, 2 nga 2, po prezanton për ju se pjesa e mrapë 90% njohen, duke llogarit edhe kryetarin, ish kryetarin. Doktor, të falenderojmë nga zemra, nga emër të shumë njerëzve, për pjesëmarrjen tuaj këtu. Gjithashtu ju uroj suksese 2 kandidatëve për deputet, zonja Stabako që janë shumë e ndëgjuar edhe preferuar më thoni, por edhe pa përjashtuar zotin e tem. Unë do të them 2-3 gjëra të veçanta, që jo se doktori nuk i tha, doktori di shumë mirë, po do ja bëj vrejtje. Ka mjell shumë marra, sepse ajo ish ministre e bujqësisë, tha, si ju ka thonë njëri me mjell, ka shumë ulli, tha. E tha këte mohabet e tha në Peqin. Ndërsa gjatë tjetër tha, ishte muaj mars, 23 mars, edhe tha, po pse s'mjell një gruar, tha. Do më thonë, qeveria e Edi Ramës këto ministra vu, që të mjellshin gruar në mars, kur huja thë dora 2 të pleut.
një veçanë tjetër do të them. Duhet votuar doktori, numër 1. Arsyeja është shumë e thjeshtë, ai që e kupton. Të më falin zonjat, por Ylli Panga është shkarkuar për 3 minuta, të mos gaboj, për vetëm për një vitje të vogël, kurse këti i ka ndalë me nomin, i ka ndalë gjithë ministrët, gjithë drejtorët, gjithë drejtoreshët, më falni për shprehjen, po edhe me pantallonat të shkurtë në ikin në punë duket, që nuk është etike. Një gjë tjetër do e kërkoj 2 kandidatëve për deputet. Do ju lutem shumë, miqësisht, të shkoni të bani vitje ke shtëpiat që ka bërë Elvis Naçi në Pezë. Edhe të vini të shihni këto barakat e baldushku që jetojnë banorët tonë. Boni krahasimin, edhe pas të del vetë rezultati. Faleminderit shumë, ju uroj edhe herë suksese të 2 kandidatëve. Ti mbështesim fuqishëm edhe them do jetë fitore e padiskutueshme sepse këto nuk kanë alternativë. Ato duhet të kenë turp të dalin në përkatun. Edhe unë kam punu, ja, kam kryetarin aty. Edhe unë kam punu në komunë. Kam punu, por nuk ka shumë të thot njëri që më ka pitë Xhavitarizi i kafe. Leta më hoj po të kryetari. Edhe them që fitore do tjetë e njëshit, Aleancës Shqipëria Marrështore. Faleminderit. Faleminderit shumë për ndërhyrjen tuaj dhe vetëm një moment desha theksoj. Këta pasurimi i tyre me parat tuaja, sepse taksat janë parat qytetarëve, qeveria nuk prodhon para. Çdo qindark që ka qeveria e merr tek ju. Ja u merr ju taksa nga gota e ujë që pinit tek çdo gjë. Dhe jo vetëm që këto para i marrin nga sasia që lanë buxhet, i marrin shumicën për vete me rroga, në qoftë marrin 2 herë më shumë për rroga se që merr Kosova, se që merr Maqedonia, se këto janë të përcaktuara, se që merr Italia apo Gjermania. Por këta i bën një gjë tjetër shumë të rëndë. Duke vjedhur paret e Bashkimit Evropian, të cilat i jepën falas, po thuj. Bashkimi Evropian ka një politik subvencioni të pastër, të fuqishëm për fermerët. Nuk subvencionon industrin, që ta dini ju. Bujqësinë e subvencionojnë, për subvencionuar industrin duhen vendime shumë të veçanta, tepër rrallë. Bujqësinë e subvencionojnë masivisht, plotësisht dhe pa rezerva. Pra, subvencionimi i bujqësisë është legjitim, është detyrim. Sepse ka specifikat dhe del gjithmonë ma me levërdi. Nuk humbet fare shteti nga subvencionimi. Në këtë kuadër, ata i dhanë Shqipërisë një shumë 130 milion euro për ju, për fermerët. Për subvencione, për impiante për punimi, pra për qëllime tërësisht bujqësore dhe blektorale. Çfarë ndodhi tani? Ndodhi që ministria filloi të hajë dardha. Pristi, se interesant është. Interesante. Dhe, po këse se kapën këta, e kapi Bashkimi Evropian. Krifsa i kishte bërë ato miliona euro për ju, ja u kishte dhënë që të gjitha, po thuj të gjitha, jo për bujqësinë, po për resorte turistike, për vila luksoze, për biznismenve, pra destinacion krejt tjetër. Tani vim pak prap tek dardhat. Hetuesit europian erdhën e hetuan e ndërpren me një rëndim edhe është procesin e tip. Nuk shpëton ajo. Edi Rama ate, në vend se ta ndërshkonte për këtë skandal të madh, se ishin vjedh parat e takspaguesve europian të dhëna për fermerët shqiptar, Edi Rama e mori këshilltarët në zyrat e tij. Çfarë do thot? Se dardhat i kishte ngrënë së bashku me Edi Ramën.
Sa e ka gjetë këte, këta thot që ha dardha mas shpinësime. Absolutisht, ata ha dardha se shojnë Edi Ramën duke ngrënë gjithë ditën dardha. Dhe pastaj thonë, hajtë marrëm dhe ne tani, se kjo, se ndryshe nuk ndodhë. Ju e keni, ja edhe një moment, është djegësi Tiranës, djegësi se egziston më miq. Ju keni paguar 130 milion euro. Janë paguar 130 milion euro për ndërtimin e tij. Nuk ekziston asnjë tull e hedhur në themel. Një njeri, një ministre, zëvendës kryeministre, kishte detyrë që ta mbikëqyrte, kishte një njësi prej 3 rrogtash në ministri për mbikëqyrjen e punimeve të djegësit. Dhe djegësi ishte ngjitur në sharr. Tani, si e mbikëqyri kjo? Kjo e mbikëqyri me sy mbylltas. Po pse? Se e dinte se dardhat ishin të Edi Ramës. E dinte që parat që po zhdukeshin i mirë të Edi Rama me Erion Velin. Por rradh pa Rama. Ndryshe, si mundet një ministre 5 vjetërisht të mos çojë një informacion se parat po ipen, djegësi s'po ndërtohet. A e ka gjetë këte, ose u thotë socialistëve që me vjedhin këta bashkëpunëtorët, po unë nuk kam dorë. Po si s'ke dorë ti jam të apo jo? Po pse, kamikaze është Belinda Balluku që të fshe zhdukjen e 130 milion euro, e fshe sepse je ti prap atyre. Kjo është domon që ti bëjmë një zbërthim të qartë këtij formule këtyre mashtrimeve të tij se më han dardhë dhe molla mas shpinaj. Janë vetë edhe dardhët edhe mollat. Jepja mikrofonin e ty. Mirë, fosi në fliste. Po, fol pra. Afroj mikrofonin. Që është në viti? Në vitin 1990, posa u shkru Partia Demokratike. Edhe gjatë gjithë kohës, tërgo ishëm rrugë vajzët, po me këtë parti kom qenë gjithmonë. Po nuk marrë vullë me kanë vetë nasë, në gjithë ma, se qa pa flasë. Unë kom qenë i ri, por që vullën të njetën, nuk është mirë gjitha fushket më vetë, sepse i ka i koha, por kjo me qenë që kom do. Baba më ka kalu jetën burë. Po të fushë 90%. Kurse vetë kom po 9 vjetë burë. Edhe burë kom po në spaq Shmirditës. Në spaq, kom mjaft një me këtë mbemë të ati aty. A quat nua pa loka. Ja kom majtë me nëjmë në përkëtit ishte. Edhe kom pas teknik mineri që t'ja shumë mirë. Nga kjo kom kërru respekt edhe për te. Kom pas edhe shumë tjerë, kurse nga fisje saj vajzës, nuk e di asha pasash fisje saj, ka qenë Ylli Tabakov, i cili ka vdek në Gjermani, haberin me ka prun i shok, merë shumë keq, nuk e di ka ju, pas ka që ka pas shumë shok, për ma shumë ka shku baba ima dhe. Nashta, edhe shumë të tjerë më rrallë. Nuk ka është mirë që të përmenim ta që i kanë kalu, edhe folë me qikë për atë gjyqët. Dikush e këroj, kush asaj që kaloj dhe atë. Saja vetë nuk kaloj dhe në forcët e vetë. Asaj dikush që këroj kushtet. Pra, mos nohe ajo që nohe me këte kurse atë tjetën, atë Ballukun, ata janë, se i kom pas gjajnë në burg. Kom pas atë futbollisë në latë. Edhe kom mjafja, i kom pas gjë në burg, tuk e lu ke pare dhe i funit, nuk po që asë kemi marrë shpërblimin. Unë shpërblimin të me kom marrë, po thuj se gjithë, nuk kom marrë të babës. Ashtë të në premtove që me në 4 vjeqarit para dhe me në s'kemi qatë fjasim motës të se. Më folin dhe më folin që të gjithë nësë. Jepja ati me kasket gri.
Përshëndetje gjithëve, Bardh Plaku, doktor, përshëndetje, është kënaqësi dhe nderim për gjithë zonat që je mes nesh. Unë kisha një 2 probleme që më thënë drejtën ja kemi borxh kryesisht demokratëve, po dhe gjithë shqiptarëve. Letrat e legalizimit, që me qindra dhe me mijëra familja akoma si kanë marrë, dhe veçanërisht demokratët që terrorizohen. Sepse ato të PS-s i marrin çdo prag fushate, ndahen turra dhe i këmbejnë me vota. Do tjetë edhe du t'i veti një kapak kësa historie, mendoj unë, po kështu edhe mbyllje së regjistrimit të AMTP-ve, të letrave të tokës, të pronës. U bo një kalvar gjatë dhe njerëzit i kanë çu qëllimisht tek i Albania për pronat, që t'i kenë zyrat e lirë për këto oligarkët, për këto bregdetrat e Alpet e kodrat e qyteteve për të punuar rahat për veten e tyre. Duhet të jetë pjesë e programit, them, dhe duhet t'i vihet një afat që të mbyllet një herë e mirë, që të kenë mundësi të hipotekojnë shtëpitë, të marrin një kredi, i kenë pronat e tyre me letra të certifikuara, që të shesin, të blenë, bashkojnë pronat, kanë frikë të heqin kufit, se po hiku fiku apo rapi, humet kufire dhe se bashkon dot. Dhe i gjë konkrete kisha për banorët e Krapës, se pash edhe ca banorë nga Krapa këtu prezent, vujnë për një dalje për 400 metra rrugë, nga të thate që shkon për Elbasan, për 100 metra ty në tunel dhe për 100 metra për të futur pratë në autostradë. Është një fatkeqësi që ka ngel. Këto i gjëmën mrapa oligarkëve ku bëjnë fshatra turistike, bëjnë hyrje dalje si mas Orexit, po t'i premtohet popullit Krapës sepse është jetike për ta. Faleminderit. Faleminderit Bardhi për mendimet dhe sugjerimet që bëre. Miq, do t'u kërkoj një gjë. Ja ku është Bardh Plaka. Për drejtësinë e tyre. Çfarë janë këta? E morën e arrestuan se ka treguar pa kujdesi për tërmetin në një kohë kur në komunën e tij nuk pati një qytetar të gërvishtur. Kurse atje ku mbeten 49 viktima, atje ku kishte ndodhur tërmeti i parë dhe kishin bërë raporte që janë të pabanueshme dhe i kishin lanë aty. Pra, kjo është drejtësia e Edi Ramës. Përgjegjësi vetëm në të gjitha batërdiat fatkeqësi kombëtare, ku rrafshuan pallate, vila trekatëshe, ku u shuan familje të tëra, u gjet Bardh Plaka se ishte demokrate edhe me cilin tjetër, edhe me një edhe Besnik Fuçin. Po, këta të cilët nuk kishin asnjë të plagosur. Kjo ishte drejtësia e këtyre, më thonë. Dhe ato lidhur me, po nuk mund ta ndalja po e thënë se më kujtua ky moment, ishte një përqeshje e madhe për viktimat. Ishte ato tani shpirti dritë të bëhet, por drejtësi kërkojnë. Sa ata u lanë në pallate, po thuj të shkatruar nga tërmeti më parshëm, dhe askush nuk majti asnjë përgjegjësi. Pse? Se relacioni kishte shkuar ministres. Se ministra e kishte fut në shkirtar dhe s'kishte pyet sikur nuk janë njerëz, po s'janë njerëz. Lidhur me çështjen e legalizimit, unë kam firmosur një pakt, një kontratë me banorët e zonave për legalizim dhe u garantoj që legalizimi do të realizohet 100% të gjitha ata që kanë dokumentat e tyre do u shtrohen dokumenta pronësie
do të konsiderohen përfundimisht dokumenta pronësie. Nuk do ketë, së dyti, nuk mund të ketë dhe nuk do të ketë urbanizim para legalizimit. Kjo bën një ndryshim të madh. Bën ndryshim të madh, sepse në qoftë se ti bën legalizim para urbanizimit, ti je i detyruar pastaj që çdo urbanizim të paguash koston e tij si shtet. Dhe ta paguash me çmime tregu. Ne i qëndrojmë dhe i qëndrojmë plotësisht këtij parimi. Po, të kujtohet shumë mirë, ka qenë zona ju. 176 familje pa asnjë lloj dokumenti, është bërë legalizimin kohë rekord, është bërë shpronësime me 26 euro për metër katror tokë, pastaj është hap rruga. Të falenderoj që jeni Dhe vite më kujtove. vonë, këta e kanë shpronësuar tokën kur u bë unaza nga lindja me 4 euro për metër katror. Pra 5 vite më përpara ju e shpronësuat me 26 euro për metër. Dhe legalizimin falës për kohë rekord. Edhe ata u knaqen, nuk paten absolutisht. Filluan protestat. I them ministrit, çfarë po ndodh atje? Pse po protestojnë? Thot po sepse nuk janë legalizuar. I them po ne parimi nuk kemi thënë këtyre që nuk bëjmë urbanizim para legalizim. Ti paguajmë ne ata, pastaj të shkoni dhe e bëm dhe u qetësuar. Tani më kujtues po, zona juaj ka qenë. Nuk kishim ne, nuk krijonim asnjë përplasje. As kërkund. Ajo ka qenë nga më të paktat që pa ndodhë dhe që e zgjidhem. Kemi ndërtuar 11.000 kilometra rrugë. Dhe kudo, ne i përgjishëm këtij parimi, paguonim për para, sepse ishte parimi ynë, për para legalizim, pastaj urbanizim. Edhe dokumentat e tokës, do bëjmë gjithçka dhe do të krijojmë një kadastër digjitale, një kadastër moderne që Shqipëria se ka njohur ndonjëherë. Ne punuam, bardh një minutë, çu ndodhi këtyre, t'u tregoj një gjë të bukur. Filluan këta, ai Artan Lame, dëgjoni ju atë Artan Lamen? Ai ka falsifikuar 13.000 faqe regjistrash prone në kadastrin e Tiranës. Mirë po, kur i tham ne që ato janë të gjitha digitalizuara, vetëm sa nuk vdiq nga frika, se i kishim digitalizuar ato në fakt. Nuk se i prishi i fshiu, duke kujtuar tani, u bë deti Kos dhe o burra të vërsulemi. Digitalizimi është shpëtimtar për statusin, për garantim në statusit pronës. Dhe daljen e krabës, se ka merak, më thënë drejtë. Po, plotësisht dakord. Premtim i prerë që do të bëhet patjetër. Kush ka tjetër? Si të kenë? Mirë, e mbyllë. Ju falenderojmë gjithë edhe tashi fitore me 11 majt, punojmë fort. 11 majt të gjithë njësha. Bravo. Shumë falenderoj. Nuk pa. Ata, nuk pa. Falenderoj.